Përshëndetje, sot po përgatisim turshi të shpejtë që vlen të provohet, ndryshe njihet si gogozhare, pra turshi me gogozhare ose me speca të kuq. Vazhdojmë recetën. Specat pasi t'i pastrojmë mirë, ja largojmë bishtat, farat, edhe vazhdojmë i presim në pjesë të vogla, kështu si në video që po e shikoni. Unë këtu kam 2 kg speca dhe kam vendosur kështu me përgatit turshien. Zakonisht kur përgatis turshi, nuk po përgatitja edhe shumë, për shkak se po përgatis shumë receta, kështu kam dëshirë me i provu krejt recetat e mundshme edhe gjithë i përgatiti ato që më pëlqejnë mas shumëte. Pra, po e vreni që specat po i ndajmë fillimisht për gjys, mandej edhe një herë, edhe kështu më lehtë po i përgatisim recetën. Pra thash, në total, për këtë recetë na nevojiten 2 kg speca të kuq. Në një tenxhere do të shtojmë 250 ml ujë, 250 ml uthull sallate 9%. Edhe këtu do të shtoj vaj, 200 ml vaj, kryp 2 lugë të gjellës. Presim që lëngu të filloj të vloj. Kur lëngu fillon me vlu, atëherë i shtojmë specat e kuq. Shtojmë kështu specat e kuq edhe presim që të fillojnë me vlu. Kur fillojnë me vlu specat, atëherë ja ndalim temperaturën në mesatare. Kështu i la me vlu për 7 deri në 10 minuta. Tash krejt varet nga specat, sa janë të trash. I përzim me lugë edhe i lam që të vlojnë për 7 deri në 10 minuta. Për vreni tash, ja zvogloni temperaturën në mesatare. Këto shumë shpejt do t'i kemi gati. Një nga turshijat më të shpejta që mundeni me i përgatit, edhe ju them se ja vlen me provu, sepse bohen tepër të sheshme. Pasi kemi arritur tash në fon, ja shtojmë 2 deri në 3 thelbi hudhër të prera kështu holl edhe majdanos. Vazhdojmë i përzim edhe do t'i la kështu të zihen për 1 minutë, pasi kam hedh majdanozin edhe hudhrën. Jo ma shumë se nuk ka nevojë, une nuk i la me u zbut edhe shumë, s'ka nevojë se këto veç ju rin kështu të mira. Pastaj sa është lëngu i nxehtë, specat e nxehta, me njëherë i mbushi kavanozat, sepse kështu më lehtë na bëhet edhe vakumimi i turshijës, edhe kështu që turshia ju qëndron pa u prish deri në 1 vit. Nëse e mbani në ndonjë vend të errët edhe të ftohtë, mund ju qëndroj edhe 2 vite pa u prish. Pra, i mbushim këto kavanozat e vegjël që i kena pastru mirë, i kena sterilizu gjithmonë, pra, para se t'i mbushim me turshi, edhe lëngun që ka mbet në tenxhere, po ja shtojmë tash, edhe po i mbulojmë mirë specat. Pastaj do i mbyllim, sa janë të nxehta. Dhe do i mbuloj me një batanie. Por fillimisht i shtrëngoni mirë kapakët, i ktheni përmbys, edhe kështu s'ka nevojë me i zi kavanozat, vetëm se i mbulojmë edhe i lajmë të mbuluar deri të nesërmen, derisa të ftohet turshia tërësisht. Pastaj mund ta ruani në bodrum ose në ndonjë vend të ftohtë dhe të errët. Kjo ishte receta miq të dashur që kisha përgatitur për sot, një turshi e shpejtë e lehtë që ja vlen ta provoni. Pasi që kanë kaluar një ditë, i provoni kështu kapakët, nëse janë të fortë të shtrënguar, edhe kjo pjesa ka shku te poshtë, po e vreni, kjo do me thonë që turshia është vakumu, edhe ju qëndron, s'ka nevojë me rujt në frigorifer, veç e leni në bodrum edhe nuk ju prishet. E shikojmë tash, e kam hap një kavanoz, sa për ta parë turshien, mund ta konsumoni me një herë ditën e nesërme,
ose mund ta lëni edhe ta ruani për dimër. Ju bëft mirë nëse do ta provoni recetën. Kjo ishte e gjitha që kishim përgatitur për sot. Qëndroni me ni, sepse veç më po filloj me sezonin e turshijave. Recetat më të mira do t'i shikoni te kanali im Ida Rama. Mirëmbëjtje.